Mirë se vini në kanalin Programmim Shqip. Në këtë video do flasim për atributet lang, charset dhe viewport. Fillimisht ne duhet të kuptojmë një herë se çfarë është një atribut, okay? Atributet janë pjesë të elementeve të ndryshme HTML dhe ata specifikojnë ato karakteristikat e elementeve. Okay? Ato vinë si një çift qelës fler dhe vendosen gjithashtu tek tagu i hapjes së një elementi. Për shembull, na kena këto elementin span, edhe siç e shohim, atributi jon këtë rast është style, barazi, color, 2 pika red. Okay? Dhe siç e shohim, atributi jon është i vendosur tek tagu i hapjes. Në këtë rast qelësi është style dhe vlera e saj është color red. Dhe çfarë bën ton ky atribut? Ky thjesht specifikon një karakteristik për tekstin ton Programmim Shqip, pra duke e bërë kuqe, sepse këtu e kena color red. Tash le të flasim për atributin lang, barazi, SQ. Çfarë bën ky atribut? Ky atribut është i vendosur tek elementi HTML dhe çfarë bën? Ky thjesht i tregon shfletuesit se webfaqja jon në këtë rast po përdor gjuhën shqipe, pra tregon se çfarë gjuhë është shkruajt webfaqja jon. Ajo ndihmon shfletuesin, motor të kërkimit dhe lexuesit e ekraneve ta kuptojnë më mirë webfaqen. Pra përmirëson SEO-n. Nëse ne do kishim për shembull një webfaqe në anglisht ose në një gjuhë tjetër, kuptohet që na duhet përdorshim një vlerë tjetër. Okay? Këtu unë kam shkruajt 5 gjuhë në hyshme, por nëse ju doni kode të tjera të gjuhëve, mund të shikoni tek dokumentacionet. Nëse këtu kena atributin charset, barazi, UTF-8. Siç e shohim, ky atribut është i vendosur tek elementi meta dhe çfarë bën ky UTF-8? Pra, kjo specifikon kodimin e karaktereve të dokumentit HTML. Pra, kjo duhet vendoset tek çdo dokument HTML dhe bën të mujtun që ne të përdorim tana karakteret e tana gjuhëve të botës. Okay? Pra, ne mund të përdorim shkronja primat në hyshmeve, për shembull shqipja ka ën, qën, për shembull kinezisja ka ata shkronjat e veta, gjithashtu ne mund të përdorim edhe simbole, gjithashtu edhe emoji. Dhe në momentin që ne për shembull nuk e shkruajmë UTF-8-ën në webfaqen tonë dhe dona për shembull me fut një tekst, për shembull përshëndetje, do shohim se ky tekst do na shfaqet gabim, pra ëja do ketë këtë simbolin këtu, pra do marrin këtë simbolin e pakuptueshëm. Dhe kjo nuk do jetë diçka e bukur për përdoruesin. Pra është e rëndësishme që ta fusim gjithmonë UTF-8-ën në dokumentat HTML kur shkruajmë. Atributi tjetër është viewporti, pra name barazi viewport dhe content barazi width me këtë fjalin tjetër gjatë. Tash çfarë bën ton ky rresht kodi? Fillimisht shohim name barazi me viewport. Kjo tregon se ne po krijojmë një rregull për viewportin. Edhe çfarë është viewporti? Viewporti është ajo dritarja e shikimit që çdo pajisje e ka të ndryshme. Për shembull, desktopi ka 1920 me 1080, tableti ka tjetër, smartphone ka tjetër. Detyra jon është që webfaqen ton ta përshtasim tek çdo pajisje. Pra nëse ne e krijojmë webfaqen ton në një pajisje desktop, ta përshtasim atë edhe tek një pajisje tablet, edhe tek një smartphone. Okay? Kjo width barazi device minus width bën të mundun që gjerësia e webfaqes ton të jetë e barabartë me gjerësinë e ekranit, pra të jetë e barabartë me gjerësinë e tabletit, smartphone-it, desktopit etj. Pra bën webfaqen ton mobile friendly. Kjo initial scale, barazi 1.0, vendoset nivelin fillestar të zmallimit kur faqja hapet në një pajisje. 1.0 do të thonë 100%, që do thotë pa zmallim ose zvoglim. Tashmë ne kena pa gjithën strukturën bazë të një faqe interneti dhe jena të aftë ta shkruajmë atë. Tashmë do ju tregoj një mënyrë se si ta shkruajmë ton këtë strukturën në Visual Studio Code me vetëm një komandë vetme. Pra këtu është kodi që ne kena shkruajt herën e kalume, pra unë po e fshi ton këtë kod dhe tashmë për me dashur me shkruaj ton kodin, pra ton strukturën bazë të faqes, ne thjesht shtypim pikë çudice dhe i bim direkt enter. Dhe shikoni se si na u kriju e gjithë struktura bazike e faqes me vetëm një komandë, pra pikë çudice enter. Tashmë na mjafton thjesht të ndrojmë këtë titullin këtu dhe të fillojmë të kodojmë në elementin body, siç kena thënë se do bëjmë. Përpara se të fillojmë të kodojmë body, ne në videon tjetër do marrna me instalu extensionin live server, sepse kjo do na mundsoj për me pa rezultatin e webfaqes në kohë reale. Faleminderit që shikut këtë video, shihni në videot e tjera.